Elira lutej çdo mëngjes para se të dilte nga shtëpia. Nuk ishte lutje e gjatë, nuk ishte fjalë e bukur. Ishte vetëm një frymë e qetë në zemër. Zot, më udhëhiq sot. Dhe shpesh, ajo e ndjente udhëzimin. Në ndjenja, në ëndra, në paralajmërime të vogla që i shfaqeshin në shpirt. Por një ditë, ajo njohu Arbenin. Ai kishte një buzëqeshje të rrezikshme, një qetësi që fshishte stuhi, një mënyrë të parë që të bënte të harroje gjithçka. Që në momentin e parë, zemra e Elirës u trazua, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo nuk dëgjoi më qartë zërin e Zotit. Ajo dëgjoi vetëm rrahjet e zemrës së saj. Dhe zemra, kur plagët janë të hapura, zgjedh gabim. Elira dhe Arbeni u takuan për herë të dytë rastësisht, ose kështu mendoi ajo. Ishin në të njëjtin vend të vogël ku ajo ndalej her pas here për të marrë kafe. Ai ishte ulur vetëm, sikur ta priste. Ai foli me një qetësi që e çarmatosi. Nuk besoj shumë në rastësi, tha ai. Besoj se njerëzit takohen kur janë të thyer në mënyra të ngjashme. Ajo buzëqeshi, por brenda saj diçka u drodh, sepse ajo ishte e thyer, por nuk donte ta pranonte. Bisedat u bën të shpeshta, shikimet më të thella, heshtjet më të ngarkuara. Elira ndjente një tension mes asaj që shpirti i thoshte dhe asaj që zemra po kërkonte. Dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo zgjodhi zemrën, edhe pse shpirti po paralajmëronte. Lufta mes shpirtit dhe dëshirës. Pas atij takimi, Elira nuk ishte më e qetë. Kur lutej, mendja i shkonte tek ai. Kur flinte, e shihte në ëndër. Kur zgjohej, e kërkonte në telefon. Zëri i Zotit brenda saj u bë më i butë, por zemra më e zhurmshme. Mos u afro shumë, i thoshte diçka brenda. Por Arbeni dinte si ta bënte të ndjehej e veçantë. Nuk kam folur kur kështu me askënd, i tha një natë. Ti më bën të dua të ndryshoj. Ajo donte ta besonte. Ajo kishte nevojë ta besonte. Dhe kështu, çdo paralajmërim i brendshëm u mbyt nga shpresa. Sepse ndonjëherë, dëshira tingëllon më ëmbël se e vërteta. Një ditë, Elira pa një anë tjetër të Arbenit. Një fjalë e ashpër, një ton përçmues, një vështrim i ftohtë që nuk e kishte parë më parë. Ajo u step. Zëri i Zotit u kthye më i fortë se kurrë brenda saj. Ki kujdes. Por Arbeni u kthye shpejt në versionin e tij të ëmbël. Më fal, unë kam shumë plag, i tha. Ti je vetmja që më kupton. Dhe Elira, me zemër të butë, justifikoi gjithçka. Ajo nuk e dinte që po hynte në një marrëdhënie ku dashuria do të përdori si kurth dhe dhimbja si zakon. Fillimi i lidhjes. Lidhja e tyre filloi pa zhurmë, pa deklarata të mëdha, pa premtime të forta. Vetëm një afrim i ngadalt, por i rrezikshëm. Arbeni ishte i butë në fillim, i vëmendshëm, i ëmbël. Ai i shkruante çdo mëngjes, i fliste çdo natë. Elira filloi të ndjente se ndoshta kishte gabuar për paralajmërimet. Kontrolli që u fsheh pas dashurisë. Fillimisht ishin gjëra të vogla, mos vishe të fustan. Nuk më pëlqen ai shoku yti. Pse duhet të dalësh pa mua? Arbeni fliste qetë, pa britma, pa dhunë, dhe pikërisht për këtë ishte më e rrezikshme. Elira filloi të ndryshonte për të. Pa e kuptuar, ajo po kërkonte leje për të jetuar jetën e saj. Ai e quante kujdes, ajo e quante dashuri. Por kontrolli, kur vishet si dashuri, është forma më e heshtur e burgut. Humbja e vetvetes. Pak nga pak, Elira nuk ishte më ajo që kishte qenë. Ajo fliste më pak,
Qeshte më rrallë, lutej më shkurt. Miqt u larguan. Ëndrat u shtyn, vetja e saj u zbe. Ajo filloi të jetonte për humorin e Arbenit. Nëse ai ishte mirë, edhe ajo përpiqej të ishte. Nëse ai ishte i ftohtë, ajo thyhej nga brenda. Dhe një ditë, duke parë veten në pasqyrë, ajo pyeti me zë të dridhur: "Ku jam unë në këtë histori?" Dhe nuk gjeti përgjigje. Nata e thyerjes. Ajo natë erdhi pa paralajmërim. Një debat i vogël, një fjalë ashpër, një akuzë pa drejtë. Pastaj, shpërthimi. Arbeni i tha fjalë që nuk thuhejnë kur dikujt që do. Ai e bëri të ndihej e pavlerë, e vogël, e fajshme për gjithçka. Elira u mbyll në banjë dhe ra në dysheme, me trup që dridhej, me shpirt të coptuar, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo nuk i tha emrin e tij në lutje. Ajo tha: "Zot, më shpëto nga vetja ime." Aratisja. Atë natë, Elira nuk u kthye më në shtëpinë e tij. Ajo doli pa valixhe, pa plan, vetëm me zemrën që i rrithte fort nga frika dhe lodhja. Ecën për një kohë të gjatë pa e ditur ku po shkonte. Ishte hera e parë që po ikte jo nga dhimbja, por nga burimi i saj. Dhe ndërsa ecte në errësirë, një mendim i vetëm i përsëritej në shpirt. Nëse qëndroi, vdes ngadalë. Nëse iki, ndoshta jetoj. Vetmia që nuk e friksoi më. Ditët e para ishin të heshtura, pa mesazhe, pa britma, pa frikë të papritur. Vetmia u ul pranë saj si një mik i lodhur. Ajo qau. Shumë. Jo vetëm për atë që kishte humbur, por për veten që kishte harruar. Dhe në mes të asaj heshtjeje, Elira kuptoi diçka të fortë. Vetmia nuk po e shkatronte, po e rindërtonte. Kthimi te zëri i Zotit. Një mëngjes, pas shumë kohësh, Elira u gjunjëzua sërish, jo nga dëshpërimi, por nga porulësia. "Zot, më fal që nuk të dëgjova", përshpëriti ajo. "Më mëso sërish të dëgjoj." Dhe këtë herë, ajo nuk kërkoi një njeri. Ajo kërkoi shërim, forcë, dritë për rrugën e saj. Dhe për herë të parë, ajo ndjeu paqe pa pasur dikë pranë. Plagët që filluan të flasin. Shërimi nuk ishte i shpejtë. Kujtimet vinin natën. Zërat e frikës shfaqeshin ende. Dyshimi për veten nuk ishte zhdukur. Por tani, Elira nuk ikte më prej tyre. Ajo filloi të kuptoi fëmijërinë. Braktisjet e vjetra. Nevojën për të qenë e dashur me çdo kusht. Dhe kur i pa rrënjët e dhimbjes, ajo ndaloi se u rryeri veten për pasojat. Forca që nuk e dinte se e kishte. Një ditë, ajo u pa në pasqyrë dhe nuk pa më një grua të thyer. Pa një grua që kishte mbijetuar. Zëri i saj ishte më i fortë, qëndrimi më i drejtë, syt më të kthjellët. Ajo nuk kishte më nevojë të binte askënd që meritonte dashuri. Ajo tani e dinte. Dhe kjo e friksoi, por edhe e bëri të lirë. Zemra që zgjodhi drejt. Muaj më vonë, Elira e takoi dikë. Por këtë herë, ajo nuk u hodh, nuk u humb, nuk e braktisi veten. Ajo e dëgjoi zemrën, por vetëm pasi u sigurua se nuk po e bënte të heshtë zërin e Zotit. Dhe për herë të parë në jetën e saj, zemra dhe shpirti nuk luftonin më. Ata po ecnin së bashku, sepse tani ajo e dinte. Jo çdo dashuri që duket e fortë vjen nga Zoti, por çdo dashuri që të sjell paqe nuk vjen kur nga gabimi.